Përshëndetje të dashur miq Amazana. Sot do të përqendrohemi në një temë që ja vlen të vihet në fokus. Cila është ajo? Përgjigjen zbulojeni në vijim. Sot do të flasim për historinë e fushatit të Xiaogang. Në fushatin Xiaogang të qytetit Chuzhou të provincës Anhui, 82 vjeçari Yan Jinchang është i zënë me bujtinë familjare, duke ndarë historinë e reformës me turistët nga e gjithë bota. Në vitin 1978, ai dhe 17 fushatarë të tjerë ishin pionerë të sistemit të përgjegjësisë së kontratës familjare. Ata promovuan reformën bujqësore, duke arritur të kohë të bolshme dhe duke e zgjeruar praktikën në të gjithë Kinën. Nga vitin 2016, Xiaogang u reformua më tej, duke rigjallëruar burimet, si dokat dhe fabrikat, gjë që u mundësoi fushatarëve të merrnin dividend si aksioner. Gjatë 8 viteve të fundit, vlera e përgjithshme e këtyre dividendeve i ka tejkaluar 20 milionë yuanët, duke shënuar rritje për 7 herë radhasi. Sot fushati Xiaogang ka 17 kompani turistike, 80 dyqane e bujtina familjare, dhe gjysma e banorëve të tij janë të përfshirë në sektorin e turizmit. Në vitin 2024, Xiaogang u vlerësua si fushati më i mirë turistik nga OKB-ja, me të ardhurat të disponueshme për frymë prej 36.500 yuanësh. Transformimi i fushatit të Xiaogang përfaqëson rigjallërimin rural të Kinës. Gjatë periudhës së planit të 14-5 vjeçar, të ardhurat rurale për frymë janë rritur nga 18.900 yuan në vitin 2021 në 23.100 yuan vitin e kaluar. Niveli i modernizimit bujqësor është përmirësuar. Gjatë planit të ardhshëm 5 vjeçar, rigjallërimi rural në Kinë patjetër do të ketë arritje të reja. Kjo ishte përmbajtja e emisionit të sotëm. Faleminderit që më ndoqët. Mund të ndani mendimet e tuaja te komentet. Jam Zana, shihemi herën tjetër.